Tani do të shikojmë se si mbyllen këto parapagime, para çfarë regjistrimi kryen. Me furnitorët sigurisht ne kemi që lidhet kemi ditarin e blerjeve dhe konkretisht hapim ditarin e blerjeve. Supozojmë që kemi një faturë të furnitorit ABC, sigurohemi që ky furnitor është i regjistruar tek lista dhe është sepse ne kemi bërë parapagim. Atëherë e zgjedhim furnitorin ABC, supozojmë që fatura totale është për vlerë 96.000 lekë, nga e cila 40.000 ne i kemi parapaguar. Atëherë vlerën e faturës do ta shënojmë, bëhet fjalë për lëndë parë, do zgjedhim lëndën e parë, llogarinë e lëndës parë, vlera tatueshme 80.000 lekë. Automatikisht të vëshën zgjedhim 20% dhe kemi marrë edhe 16.000 lekë të vëshë, pra 96.000 lekë vlerën taturës që është automatikisht shkon në vlerën në kredit të furnitorit. Por me qenë se ne kemi paguar parapaguar 40.000 lekë, tek parapagimi llogaria 418 shënojmë 40.000 lekë dhe zgjedhim për diferencën që mbetet për të likuiduar, që është 56.000 lekë, zgjedhim llogarinë 401. Supozojmë që kemi edhe likuidim të furnitorit KK, fatura totale është 120.000 lekë, edhe kjo lëndë e pare supozojmë. Atëherë për vlerë tatueshme do jetë 100.000 lekë. Do zgjedhim të vëshën 20% dhe totalisht regjistrohet 120.000 lekë në debi, pra edhe pjesa e lëndës pare edhe të vëshëja, dhe si shikohet në tek furnitori 401 është vlera 120.000 lekë, por me qenë se ne kemi paguar një parapagim dhe parapagimi është për vlerë 100.000 lekë dhe e shënojmë tek llogaria parapagime 100.000 lekë, do të shohim automatikisht që vlera që mbetet ndaj furnitorit është 20.000 lekë. Atëherë për korrektësi shkojmë kthehu tek furnitorët analitik, do të shikojmë situatën që nga totalet e faturave 96.000 lekë për ABC dhe për furnitorin KK 120.000 lekë totale, 40.000 ishin parapagimet, 100.000 ishin parapagimet për furnitorin tjetër dhe kanë mbetur për të likuiduar pra 56.000 lekë furnitorit ABC dhe 20.000 lekë furnitorit KK. Faleminderit edhe na ndiqni në videon e radhës.